Përshëndetje miq, apo më mirë të them mirëmëngjesi. Jemi tani gjys ore para faljes së namazit të sabahit të datës 12 qershor 2025. Përse po e bëj këtë video në këto momente? Për shkak se situata në lindjen e mesme është tejet e tensionuar dhe sipas raportimeve të cilat vijnë nga ndej, vështirë se kësaj radhe do të parandalohet sulmi izraelit i mbështetur nga anijet amerikane mbi caqet ushtarake të raketave, të radarve dhe të pozicioneve ku prodhohen materialet për armët bërthamore brenda Iranit. Unë deri vonë dikura, deri pas mesnate, i kam përcjell disa media kredibile në lidhje me lindjen e mesme dhe derisa i ndërpreva mu krijua përshtypja se kësaj radhe është e pamundën parandalimi i fillimit të luftës së re midis Izraelit dhe Iranit, apo më sakt midis ushtrisë amerikano-izraelite kundër Iranit. Situata është vërtet e ndjeshme, e tensionuar. Disa shenja katastrofike veç po marrin pamjen edhe më të qartë. Izraeli ka shpall gjendje katishmërie të aviacionit të vet për të nisë raketat dhe aeroplanet e vet dhe për të sulmuar Iranin. Nga dje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë filluar të zbrazin ambasadat e veta gjithandej në lindjen e mesme nga frika e rrezikimit të stafit të saj dhe në ndërkohë po tërheq vazhdimisht mbi 24 orë vazhdimisht është duke i tërhequr punonjësit e saj dhe qytetarët amerikan nga vendet e lindjes së mesme në gjirin persik, shtetet përreth Iranit, por edhe deri këndej në Afrikën Veriore. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Izraeli, po edhe Irani janë duke e pase puna tani më ka mrije, siç themi, 5 minuta para orës 12. Ora është kthyer mbrapa dhe po numërohet me minuta se kur do të sulmohet. Unë u zgjova që ta falje namazin e sabahit, qëllimisht u zgjova një gjys ore përpara për të pasë çfarë ka ndodhur në ato 3 orë derisa isha në gjumë. Në çdo qast ka zhvillime të reja, lajme të reja dhe të gjitha këto janë në favor të nisjes së luftës së madhe, e cila luftë do ta prej Kinën sidomos. Shumë thellë në interesat e saj, por edhe Rusinë, se çfarë do të bëj Kina nesër kur qel sabahi i kësaj dite, nuk di, por që do të dëmtohet ekonomia kineze e dije 100%. Përse e them këtë? Sepse Irani është furnizuesi kryesor i Kinës me naft, me gaz dhe me disa produkte të reja të cilat i dohen Kinës në prodhime të ndryshme teknologjike dhe të armatimit. Pra, sipas asaj cilën edhe e pata shpjeguar më parë, 37% e naftës të cilën e blen Kina e blen nga vetëm Irani, ndërsa 62% të naftës që importon janë nga vendet përreth Iranit, të cilat mund të atakohen, të sulmohen nga Irani nëse këto vende e mbështesin Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në sulmin e tyre të mundshëm mbi caqe ushtarake brenda Iranit. Në ndërkohë, komandanti i forcave të armatosura, brenda këtyre 3 orëve sa isha duke pushua, komandanti i forcave të armatosura amerikane, pas kish
anulluar fjalimin e tij të nesërm, apo të them të sodit, që do të mbante para Kongresit Amerikan me arsyetimin për shkak të gjendjes së tensionuar të i mase në lindjen e mesme. Trump, gjatë atyre 3-4 orëve, gjithashtu kishte deklaruar se deri në këto momente kam besuar se Irani do ta pranon marrëveshjen për ndalimin e prodhimit të armëve bërthamore, por, siç thot, e shoh se qenë kam pas na qenë gabim, jam i zhgënjur sepse Irani nuk dëshiron marrëveshje, që ta ndaloj prodhimin, prandaj ne si SHBA dhe si blok me Izraelin, kurrën e kurrës nuk do të lejojmë që Irani një ditë të posedoj armët kokat bërthamore. Irani nga ana e tij, që nga dje pas dite, ka kaluar në një gjendje gatishmërie dhe pritet të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme. Pyetja kryesore bazë këto që duhet shtruar, mendoj, është a thua nëse sulmon Izraeli, çfarë do të sulmoj brenda Iranit? A do t'i sulmoj radarët iranian? A do t'i sulmoj qendrat e forcave ajrore? Apo vendet nën tokë ku Irani është duke i prodhuar dhe është në përfundim e sipër të prodhimit të kokave bërthamore? Apo Izraeli do t'i sulmoj edhe caqet të aviacionit civil për ta blokuar krejtësisht Iranin në mënyrë që të mos jetë në gjendje as të nisë raketa dhe aeroplan luftarak e as të jetë në gjendje që ta kontrolloj qiellin e vet. Gjendja është të jetë e tensionuar. Interesantja kryesore kësaj radhe është se megjithëse që Arabia Saudite, Kuvajti, Katari e sidomos Emiratet e Bashkuara Arabe me shumë dëshirë do të dëshironin ta shihnin Iranin të gjunjëzuar dhe të sulmuar nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kësaj radhe Emiratet, Katari dhe Arabia Saudite kanë deklaruar se nuk mbështesin sulmet izraelite dhe amerikane mbi Iranin për shkak se e dinë që do të dëmtohen shumë, sepse janë në kufi vetëm detin e kanë ndërmjet. Arabia Saudite ka thënë se është për dhe insiston për gjetjen e ndonjë shtekdalje për marrëveshje amerikano-iraniane. Katari dhe Emiratet e Bashkuara Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe, kanë thënë se nuk do të lejojmë që qielli i tyre të përdoret për aeroplanet izraelit apo për raketat izraelite nëse eventualisht drejtohen ka Teherani dhe caqet të tjera brenda Iranit. Një gjë tjetër interesante për mu është dhe që ndërlidhet me gjendjen e tanishme brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përderisa sidomos në Los Angeles dhe në shumë shtete të SHBA-ve, qytetet po ndizen nga demonstratat dhe revoltat ku një numër i madh i emigrantëve, por edhe amerikanëve kanë dalë në rrugë dhe po kundërshtojnë politikat e Trump për dëbimin e emigrantëve, si dhe të tjerat në mbrojtje të Palestinës, të Gazës dhe popullit të Gazës, në këtë kohë ku SHBA-ja po ballafaqohet me një problem shumë të madh, i papar në 75 vjetët e fundit, problem i brendshëm. Në këtë kohë SHBA të përgatitet të sulmoj Iranin, diçka është tejet interesante dhe asesi nuk po muj t'i gjej arsyetimin dhe atë prapaskenën se çfarë është duke u përgatitur. Irani në ndërkohë ka folë se ka shtije në dorë informacione shumë sekrete nga Izraeli nëpërmes shpionazhës së vet, se ka zbuluar vendet ku Izraeli i ka
të pozicionuara dhe të fshehura bombat bërthamore, ka shtije në dorë programin bërthamor të Iranit se çfarë ka punuar në 5 vitet e fundit në këtë drejtim, si dhe e di me milimetër çdo vend ku Izraeli i ka të fshehura nën tokë dhe mbi tokë raketat si dhe aeroplanet ushtarak, që i bje se Iranin në fakt veç ka treguar gatishmërinë se do ta sulmoj Izraelin dhe sipas fjalëve të Ali Hamneit do ta shlyej nga harta gjeografike. Një gjë është e sigurt se Irani aty ka ora 10:30 natës, mbrëm apo sonte si me e quajtën, ka thënë zyrtarisht se i ka qelë kapakët e raketave balistike, si dhe të atyre supersonike, dhe i ka vënë në gjendje gatishmërie që të truset vetëm susta dhe butoni dhe të nisen mijëra raketa drejt Izraelit. Izraeli, me sa është pa kohëve të fundit, nuk e paskësh pas atë kupollën e hekurt siç mendohej. Raketat e ndryshme vazhdimisht në 2 muajt e fundit janë duke e sulmuar Izraelin dhe duke djegur caqe shumë të ndjeshme ushtarake. Raketat të nisura nga Huthit e Jemenit dhe që Izraeli nuk po arrin që t'i ndal ato. Andaj është një frikë e madhe e një fillimit të lufte të papar deri më tani në lindjen e mesme. Gjithashtu, Izraeli nga në vet i ka pozicionuar 10.000 ushtar të vet në kufirin me Jordanin, me pëlqimin e Jordanis dhe mos të them me kërkesë të Jordanis për parandalimin e çfarëdo lëvizje të palestinezëve apo të arabëve që ta shfrytëzojnë tokën e Jordanis për sulme eventuale mbi Izraelin që e ka në kufi. Një gjë është e sigurt. Përsa e kam përcjell unë situatën teksa po flitet për armët bërthamore të cilat po do me i prodhu Irani, Irani i ka të fshehura nën tokë sasien më të madhe të raketave dhe armëve të veta deri në një thellësi 110 metra. Pse e përmendi këtë 110 metra? Sepse bazuar në sulmin Izraelit që e bëri në Beirut dhe e vrau Nasrallahun, liderin e Hizbullahut, është pa se Izraeli ka armë të cilat nuk mund të depërtojnë në thellësi të tokës ma shumë se 60 metra. Dhe kjo jep me kuptu se Irani e paskësh përcjellur teknologjinë e raketave izraelite dhe amerikane dhënë Izraelit se në çfarë dimensione nëntokësore mund të arrijnë atje. Në anën tjetër, Izraeli dhe Amerika e kanë hartën si në shuplakën e dorës se ku Irani i ka stacionet ushtarake kryesore të vetat. Bazuar në media, ato i ka në Asfahan, në Tehran, në Ramsar, në Arak, në Bonab, në Bunsheher, Nac dhe në Kum. Bile raketat apo vendet ku është duke i prodhuar, vendet nëntokësore, ku i ka të fshehura stacionet apo vend prodhimet e këtyre raketave atomike, i ka të Nac dhe afër Kumit. Irani sot pasdite gjithashtu i ka dërguar letër vendeve të gjirit se nëse lejojnë kalimin e aeroplanëve amerikan, megjithëse që Amerika i ka të dislokuar anijet ushtarake të kanali Hormuzit atje, në Oqeanin Indian, pastaj tek Jemeni, pastaj në detin e Kuq dhe në ujrat e Mediteranit, Irani i ka kërcënuar vendet arabe, Arabinë Saudite, Irakun, Emiratet e Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe, falni që 2 herë po gaboj, dhe Jordanin se nëse lejojnë kalimin mbi qiejt e tyre ani këto raketat izraelite, do të
konsiderohen vende armike njëjtë si kur Izraeli nga ku pritën të nisen raketat. Nëse dëshirojmë tani, ka fundi, të flasim me tone pozitive dhe të shohim pozitivisht situatën, e që ne në fakt, unë personalisht, orë e qast pres fillimin e luftës, orë e qast pres arritjen e marrëveshjes, orë e qast po priten, sepse kështu po ndodhin ndryshime radikale në lindjen e mesme. Megjithëse që shumica është duke shkuar në favor të nisjes së kësaj lufte, të gjunjëzimit definitiv të Iranit, sepse siç kam thënë më parë, Iranit ja kanë thyje krahët ku në Gaza, në Beirut, në jugun e Libanit, duke e shkatruar Hizbullahun, dhe në taqet të ndjeshme iraniane brenda Siris dhe Irakut. Dhe kam thënë se në teksa Amerika po sulmonte Huthit dhe aeroplanet Izraelit po sulmonin Jemenin, kam thënë se aty ka ju kanë thy krahët, në Jemen janë duke ju nxjerr thojt, ndërsa sulmi që eventual që do të bëhet mbi Iranin, do të jetë sulmi ku do të prehet edhe koka e atij Irani i cili konsiderohet një fuqi që dikton politikat brenda lindjes së mesme, pro et kontra, si pozitivisht, si negativisht. Megjithatë, nëse duam të flasim me tone pozitive, Trump ende shpreson se Irani megjithatë në momentet e fundit do të përdor arsyen logjikën e shëndosh dhe do të pranon marrëveshjen e imponuar nga SBA për ndalimin e prodhimit të kokave bërthamore. Megjithatë, Netanyahu, administrata e tij, insiston me ngulm që të goditet Irani. Këto insistime Netanyahu i ka bërë edhe më parë, se nëse e likuidojmë dhe rrezojmë regjimin e Gaddafit, do të ketë qetësinë në lindjen e mesme, nuk ndodhi. Pastaj ju gjujt Saddam Huseinit, nuk ndodhi, mbas edhe në Kombet e Bashkuara pati thënë Netanyahu se largimi nga pushteti dhe likuidimi i Saddam Huseinit lindjes së mesme do të jep një atmosferë paqeje. Nuk ndodhi. Njëjtë kështu ka thënë edhe për Asadin, nuk ndodhi dhe tani po insiston që të godet Iranin. Nuk pat shpresë Netanyahu për një qetësi atje, nuk foli me tone pozitive dhe shprese. Unë e di se anijet ushtarake amerikane në ujrat e Mesdheut janë në gjendje gatishmërie. Në momentet kur në orët e vona po përgatitja mbram materiale, po klasifikoja materiale për të përgatitur nesër në mëngjes këtë video, Trumpi çuditërisht deklaron se ja tërheq vrejtjen e fundit Izraelit Netanyahut që të mos sulmoj Iranin, sepse do të jetë një luftë pasojat e së cilës as Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë në gjendje t'i dinë. Analiza ime në këtë deklarat të fundit të Trumpit është se Trumpi, si një biznismen dhe afarist që është, merr jep, që po e zhvillon politikën e tij, po dëshiron ta mat impulsin e Turqisë, të Rusisë dhe sidomos të Kinës se si do të reagojnë në rast se nis lufta apo sulmet izraelite mbi Iranin. Se çfarë do të ndodh në mëngjes derisa të merr një kohë plasimi i kësaj video në YouTube, tashmë është koha, është 4
12 minuta e mëngjesit edhe pak vështirë ezani i sabahit, se çfarë do të ndodh brenda kësaj ore dhe pastaj kur ju zgjoheni nga gjumi dhe dëgjoni nuk e di, por që fillimi i një lufte katastrofike që do ta djeg rajonin është duke trokitur në dyert dhe dritarët e lindjes së mesme. Dhe nëse Izraeli vërtet e sulmon këtë Iranin, kësaj radhe Rusia dhe Kina nuk do të heshtin sepse po preken thellë interesat e tyre. Deri në një video të radhës, ku unë do t'i përcjeli lajmet vazhdimisht dhe ngjarjet atje, ditën e mirë t'ju them, ata të cilët e falin namazin e sabahit, Allahu kabul ja boft dhe selam aleikum.